Kurrë mos flini me telefonin pranë trupit, ja pse. Një studim i bërë kohët e fundit nga Instituti Kombëtar Shëndetësor në Britani na paralajmëron të bëjmë shumë kujdes nga rrezet e telefonit sepse shkaktojnë një sëmundje të rëndë. Rrezatimi i telefonit celular mund të paraqesë rrezik për probleme të caktuara për disa individ. 6% e minjve meshkuj të ekspozuar ndaj të njëjtit lloji rrezatimi që emetojnë në telefonat tanë celular, megjithatë në sasi më të madhe, zhvilluan një problem të quajtur dëmtimi i zemrës së tyre. Ky lloj studimi është më i madhi i përdorimit kombëtar të teknologjisë, që ka kryer ndonjëherë eksperimente për efektet e dëmshme të rrezatimit të celularit. Ekspertët vunën në dukje se personat që e mbajnë celularin pranë trupit kur shtrihen për të fjetur mund të dëmtojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës së tyre. Prandaj duhet të jeni më të kujdesshëm me mënyrën se si e mbani celularin pranë juaj.